Mëngjesin e të premtes, David Qosja qelloi me breshëri automatiku në mes të Torovicës, duke terrorizuar banorët. Fatmirësisht asnjë nga banorët e zonës nuk është lënduar. Më të dëgjuar krismat, banorët kanë lajmëruar policinë. Policia ka mbërritur më njëherë në vendin e ngjarjes, por ka hasur në rezistencën e Qosës. Ai ka qelluar me armë policin duke bërë rezistencë. Nga të shtënat mbeti i plagosur Ardian Kodra, i cili nuk mund t'i shpëtojë plagëve dhe ndëroi jetë në spital. Ky nuk është rasti i parë që një efektiv policie vritet në krye të detyrës. Një rast i ngjashëm ka ndodhur në tetor të vitit 2015 në oblik të Shkodrës, ku humbi jetën komandanti i FNSH-s për Shkodrën Simon Gjeta. Gjeta ishte në aksion për kapjen e 52 vjeçarit Rushdi Arishta, i cili vrau komshiun e tij 21 vjeçar, Besar Shebela, pas një konflikti. Arishta, që ishte i sëmur mëndërisht dhe i braktisur nga të gjithë, ka qelluar edhe ndaj punonjësve të policisë, ku përpasoi humbi jetën komandanti i FNSH për Shkodrën Simon Gjeta. Pas 12 orësh përplasje me policinë, u ekzekutua dhe autori i ngjarjes.